Njëra nga kompanitë që tashmë ka bërë emër të çmuar në Kosovë dhe jashtë tregut të Kosovës në atë evropian e botror, që po rritet të thuash për çdo ditë. Këtë vit tashmë kjo fabrikë po starton edhe me 2 brende të reja, ajo Zemër Mjalë dhe Krasan. Lidhur me këto 2 brende të reja, flet edhe menaxheri general Arben Toshnjaku. Fabrika Liri fillon me lansimin e 2 brendeve të reja. Është Zemër Mjalta, një brend shumë i fuqishëm, i cili pritet të ketë një prezencë shumë të madhe në tregun kosovar dhe gjithashtu edhe atë evropian dhe botror, ku presim një fuqi të madhe shitse me këtë produkt, po gjithashtu edhe prodhuese. Dhe më poshtë fabrika po rritet, ku pritet një rritje e lartë e prodhimit me këtë linjë të re. Gjithashtu, këtë vit po shtojmë edhe Krasanin, ku vetëm kemi filluar shitjen e Krasanit dhe pritja për këto ditë të para është shumë e mirë me Krasanin. Fabrika tani më vetëm ka afër 400 punëtor dhe me këtë rritje ne presim një shtim që minimum 30 punëtorë do të shtohen gjatë muajit janar dhe shkurt për të plotësuar kërkesat për prodhimin e Zemër Mjaltës. I cili tha se po kështu ka folur edhe për kushtet jashtëzakonisht të mira që i ofron kjo kompani për mbi 400 punëtorë, që i ka pasi që ka siguruar transportin nga shtëpia dhe kthimin në shtëpi, pastaj ushqimet dhe racionet e ofruara aty dhe ai tha se paga minimale është 450 euro e mbi këtë pagë si dhe benefitet të tjera si trajnime të ndryshme, pastaj turne pushimi e kështu me radhë. Misioni jonë si kompani është që t'i trajtojmë punëtorët në mënyrën sa më të mirë të mundshme, ofrojmë rahati në vendin e punës, gjithashtu edhe komoditet sa i përket shpenzimeve operative të tyre dhe siç është transporti, siç është ushqimi, ne mbulojmë komplet transportin për të gjithë punëtorët tonë, gjithashtu edhe ushqimin, 2 faktorë shumë të rëndësishëm për një vend pune. Gjithashtu paga shumë atraktive, bonuse të vazhdueshme, trajnime, si dhe udhëtime dhe ekskluzione brenda vitit. Duke parë se tashmë me këto 2 brende të reja, padyshim se kërkohet të shtohet edhe numri i punëtorëve, së paku edhe për 30 punëtorë të rinj, duke ofruar rehati dhe kushte shumë të mira. Andaj të gjithë interesuarit nga Prizreni dhe rrethina mund të vinë të lajmërohen çdo ditë pune nga ora 7 të mëngjesit për të pasur një vend pune të sigurt dhe me kushte rehati të veçantë. Prodhimi do të kalon në 2 ndrime, në ndrimin e paraditës dhe ndrimin e masditës, andaj edhe për gjithë ata të interesuar që shprehin dëshirën që të kenë një vend pune në fabrikë, atëherë jemi të hapur të pranojmë punëtorë nga Prizreni dhe rajoni çdo ditë pune nga ora 7 deri në orën 4. Kështu tashmë dhe këto brende të reja dhe kualiteti tyre, padyshim se u ashtojnë edhe renomin kësaj kompanie tashmë të dëshmuar si në vende jashtë saj.